Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju uroj me gjithë zemër që këtë ditë ta kaloni shumë bukur me mbarësi dhe shëndet në çdo hap tuaj. Mbiemri Vaso në Shkodër është i njohur. Mbiemri Vaso është një mbiemër sportiv. Mes shumë sportistësh të familjes Vaso, Milojka Vaso është një volejboliste e njohur, me një karrierë shumë të bukur sportive edhe të vlerësuar. Së fundmi, ajo është vlerësuar nga presidenti i Republikës me titullin mjeshtër i madh. Natyrisht, një titull madhor që s'ka si të mos krenohet. Unë, sot në studio, jam së bashku me zonjën Milojka Vaso. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në studio. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi që jeni në studion time sot. Njëkohësisht edhe për mua. Dua t'ju uroj shumë për këtë titull madhor, shumë të bukur. Është një titull që besoj do zë vend jo thjesht në kujtime, por si një ecuri shumë e gjatë e përpjekjeve tuaja, e gjithati mundi, djerse, emocionesh, gëzimesh pafund, stërvitjesh, apo jo. Një titull që i jepet zonjës Milojka Vaso, titulli mjeshtër i madh. Besoj se e keni përjetuar bukur, apo jo? Ja dhe medalja. Shumë bukur. Është patjetër që e keni vendosur në një vend të veçantë në shtëpinë tuaj, apo jo? Në vend të veçantë është, me thënë drejtën. Sepse mund të keni edhe shumë certifikata, nderime, kujtime, foto, po ky titull besoj se është zën vendin e veçantë. Krye vlerësimi. Normal që zën vendin e veçantë. Edhe të them të drejtën, unë edhe nuk e kam prit. Përte? Se është titulli i madh. Po, unë besoj se është një meritë e madhe që ju e keni merituar. Ashtu është meritë e madhe që e kam meritu, edhe kur ka dalë vlerësimi normalisht që unë jam shumë e kënaqur dhe edhe nihem krenare për këtë që kam arritë. Por të marrish titullin mjeshtër i madh nuk është e lehtë. Absolutisht, jo. Don shumë përpjekje, don shumë mund, don shumë lavdrime, edhe por kur është arrit, thu pas kam kënë dikushe. Pra, i drejtohet një kohë kur ju keni qenë shumë aktive në sportin e volejbollit, një lojtare titullare e vlerësuar. Ju atëherë nuk e keni menduar se një ditë do vi koha që të merrni këtë titull, por ju keni luftuar me luftën tuaj sportive, me entuziazmin që ju ka karakterizuar, apo jo? Ajo është e vërtet që njeriu don me arrit lart e më lart. Por këtë titull unë se kam prit. Ashtu këtë titull se e kam marrë unë, ka dhe prej shoqeve të mia që mund ta marrin nesër mas nesër. Sepse kur hapet rruga, me i fjalë është më e lehtë. Edhe unë po e them me gjithë shpirt që edhe shoqet e mia që unë kam lujt, edhe sikur t'ju akordohet ky titull edhe për to nuk është në një çudi, pse unë nuk kam pas në një dallim shumë të madh prej shoqeve të mia, sepse ta na kena lujt, ta na kena bë pikë vlerësim dhe nderim për ta. Ka kenë, domethënë, një ekip, një brez i artë që nuk vjen më. Kjo është e vërtetë. Dhe ka qenë një periudhë që nuk ishte bileta me ju lanë paktëve njerëzve tonë, shoqeve tonë ose shokëve tonë, sepse një ato bileta që na jepshin ne u doshin për familjarët dhe ishte absolute që nuk mund të hyshen pallat me i fjalë edhe që ishin njerëz me potencë, ishin profesora, njënën e tjetrën, edhe unë e maj mend në ato vite. Unë kam qenë studente në fakultetin Gjule Tërsi në Shkodër,
edhe kisha të njerin Fadil Kraja, profesor, të njerin Neki Lezha, profesor, dhe çdo ditë shtune që kishim ose të dielin neshje, kur më thonin ata mu që nuk na harron këtë javë, unë kisha turp prej vedit. Thosha këto profesora nuk mund gjejnë bilet. Dhe unë isha e detyrume normalisht me ju pru atyne bileta, se isha studenti atyne. Nderim dhe vlerësim për ju, për kohën, për frymëzimin që i keni dhënë një populli të tërë, do të thosha, për me ardhë në pallat të sportit, për me ju ndjek, për me kriju atmosferën e bukur sportive dhe për t'ju frymëzuar edhe ato ju me ndjekjen, me duar trokitjet, apo jo, kanë qenë emocione që natyrisht po të drejtohesh sot lumturohesh, apo jo? Emocionet kanë qenë shumë të veçanta dhe unë për veti mund të them që ajo ka qenë koha më e bukur e jetës time. Edhe e kujtoj me nostalgji, se ka qenë një diçka e vërtet, po ta njerëz që mund na ndëgjojnë, se ka edhe shumë vete që edhe kanë vdek, edhe pa qindjes. Por ala edhe sot ka njerëz që na kujtojnë, kur thojnë, a din ti kush ke kenë? Mu të them të drejtën vjen si zori prej vedit, kur thot ai tjetri që a din ti kush kam kenë? Thjesht u kam kenë një sportiste si gjithë të tjerët. Keni modestin tuaj, e cila ju nderon, por në fakt ajo kohë ka gjallëruar shumë bukur në Shkodër, edhe ka sjell vlera të mrekullueshme në zhvillimin e sportit, në përkrahje. Në fakt, ju që e vogël jeni afruar me volejbolin, apo sepse unë e përmenda që familja juaj, mbiemri Vaso, ka kontribu shumë për sportin në Shkodër. Fakti është që unë kam linë Vrak, dhe 8 vjeçar, edhe gjithë familja jonë me i fjalë kena linë Vrak. Edhe për para, mejet me i fjalë kanë kenë 2 vëllezër, Dushani ka kenë mundës, Milani ka kenë futbolist. Edhe ata kishin fillu sportin. Unë kam marru 8 vjeçaren, me i fjalë në ashtu, në Vrak, dhe kam marrë në shkollë të mesme, në shkollën Shenjaze Juka. Fakti ishte se patar trajneri 3-jave i asaj kohë Vebi Sulejmani, për me pa ekipin e shkollës 8 vjeçare që ishim na. Nër ato sportiste që ju dukshin ati me përzjodhi edhe mu. Ju luanit volejbol që në atë kohë? Në shkollë. Në shkollë. Si fëmi. Si pas rregullave që ju kishte mësuesi fiskulturës. Po, normal, me i fjalë që një ajo ishte nër ata, faktikisht me i fjalë, a i tha që a do vish me 3-jat e Shkodrës. Unë të them të drejten, nuk e kishe me i fjalë atë punë, as nuk anroja se unë mund të merresha me sport. Të vërtetën. Sepse unë isha e apasionume edhe mas mësimeve, dhe isha nxënëse e tana 10-eve aty. Dhe po të marrja unë në një nanë, ishte në një hall i madh me i fjalë për mu. Kur erdhe në shkollë të mesme, Vebi Sulejmani ishte interesu për mu si fëmijë ku kam shku. Edhe është e vërtetë që erdhi në shkollë, edhe me kërkoj. Dola unë, normal që unë e njoha se kush ishte. Edhe mba një pyetje thot, a do vish thot ti mu marrë me sport? Jo, i them unë, nuk du, sepse ishte një fakt me i fjalë që unë kisha marrë një 8. Edhe kisha shumë problem me i fjalë të punë. Edhe thot, po jo thot ti thot masarro thot se mund bashkë një sportiste shumë e mirë. Unë me thanë të drejtën ata momente nuk isha e zoja të vlerësoja të mamë si duhet, do bashkë sportista, po do bashkë sportista. Fëmi, edhe aq ma tepër edhe ardhun prej fshatit. Unë këte nuk e kam problem edhe nuk du ta mohoj me i fjalë.
edhe unë damena mirë, tha si dush. Mas një 2 mush, me i fjalë vjen prap, më thojnë mund të kërkojnë, shkoj unë prap, edhe më thot, e ke shumë gabim, thot që s'vjen, thot ti, thot, mu marrë me sport, se ti bashkë, thot sportise shumë e mirë, thot, sepse unë i kam pa planat e tuja, thot atje. Unë, fakt, kisha edhe i shoqe që u merte me volejbolin në njëra hyri e Shkami. Por ajo ishte në ekipin e tritunave në atë kohë. Ndërkohë, teta ishte bërë 10. Ishte problemi i kësaj, jo unë që e mora tetën që nuk isha e pregaditun, por vlerësimi në shkollët mesme ishte ndryshe. Më i shtrëngum. Me i shtrëngum ishte, dhe bile për fakt, kur unë ulem të banka, unë më shkojnë lot mu, dhe më thot i njeri Zudi Sokoli ishte mësus matematiket. Edhe më thot, Agjaim. qa ke, thot i vaso, më thot mu. Asgja, profesori, them unë, pas ke diçka ti, thot, se lot, thot, nuk ndalin, thot, kot. I them unë, profesor, unë nuk jam mësu me marrë teta, i them unë, edhe kjo më banë përshtypje. Jo, tha, ne do shofim, thot, çfarë përgatitjet kanë, thot, nxënësit, masa ne do marrësh, thot, edhe 10-ën. Edhe u mëll me i fjalë ky kapitulli i notave, dhe tashti unë diskutoja me këtë shoqen Hyri e Shkamin, faktikisht ajo ishte një vit më e madhe se unë, edhe më thote ajo mu, edhe ajo donte shoqen, me thanë të drejten, thote hajde në sport. Kur i them unë, po faktikisht ati trajnerit i thash unë, do bisedoj me vëllezër edhe do t'ja përgjigje. Unë faktikisht me i fjalë fola me vëllezërit, edhe më thanë në qoftë se ti e zoja me i bate dyja për ne shko. Por mos me harru shkollën. Me i fjalë. Kjo ishte si tempi ditës me i fjalë. Edhe shkolla edhe sporti. Edhe unë kam kënë kështu si fëmijë vendosun me i fjalë me arrit aty ku du. Edhe i qoj fjalë unë ati trajnerit që do vi. U rreshtova unë në ekipin e trejave. Ishte vërtet. Fillimisht nuk që e let për me hyn formacion. Dhe unë e kisha në vetë një si ullje që me kenë ekip edhe me najtë rezervë. Pra doja që të arrija kishe ambicjen tënde. Si ambicja ime personale. Të thëmë të drejten, një ata 3-4 mujtë e para isha jashtë formacionit, bile edhe, po të thëmë edhe jashtë dheqes. Tash, a e meritoja, a se meritoja dheqen, jo, kjo gjithmonë ishte ndurë të trajnerit. Po. Maroj faza e parë e kampionatit, filloj faza, po mrena kësaj kohës ne kishim 3 muj pushim, pa neshje kombëtare. Mrena kësaj kohës unë kam ba një servite të jashtëzakonshme edhe vetëm, do më thanë, pa kërkesën maset të trajnerit, unë e kam në vetë se duhet me ecë. Në fazën e dytë, unë kam kënë shyterja kryesore po e ati ekipit trejeve. Deri atërë nuk isha në dheqe, në mrena 3 mujve unë isha shyterja kryesore e ekipit. Si ndjeshe nga kjo ecje crescendo, po e them, e rritjes? Unë atërë isha shumë e knaqun dhe e shifsha vetin në ata momente unë shifsha që për i men mund basha sportiste. Qëfar nivelit nuk e përcaktoja dot. Në fazën e dytë të kampionatit të trejave, unë u paraqita shumë mirë dhe kisha ecuri nga neshja në neshje. Erdhi maroj faza e kampionatit trejave, në merrni ne atëherë që me bas stërvitje me ekipin e parë. Pa.
erdhi koha verë, u bate Kupa e Republikës. Edhe Ishte viti? Ishte viti 70. Se në 69 e fillova në sportin, në verë të 70-ës më thrasin mu në klub. Do kalosh në ekipin e tritunave. Kur më thaj mu do kalosh në ekipin e tritunave, unë se doja vedin. Pse? Nuk e doja vedin për këtë arsye, thosha do shkoj te ekipi i tritunave dhe do rri rezervë. Me i fjalë, kjo ishte ajo e imja. Brenga E asaj që mendoje. Që e kisha përjetu me ekipin e treve. Do shkosh mirë, po ishte shef klubit i njeri Farifani. Edhe më thot, ta baj thot një pyetje? Po, profesori thosha, sa atëherë ishte fjala profesor kështu. Kur ke fillu thot ti sportin, a ke menu thot se do arrish edhe rezultatet që kalosh në ekip parë? Edhe unë kështu si fëmijë i them, mase e kam menu, po unë kam edhe 3 vjet i them me lujt në ekipin e trejave. Po mirë. Si rregull. Si rregull. Thot merita jote është thot që ti thot duhet me kalu thot në ekip parë. Dhe çdo njeri përgatitet thot nga ekipi i trejave me kalu në ekipin e parë. Dhe kjo është merita jote, thot që ti kalon thot në një moshë 3. Si përfundim, doja s'doja, do t'i përgjigjesha klubit. Po. Shkoj në kup në Korç, po në banë një javë me i fjalë ato pregaditje në Pogradec, si ekip. Aty ishte njeri Flamuragolli, edhe nuk e menoja unë se do hyja në gjashtë, me thanë të drejten. Ai për me mlan mu zemër, e tu i pas parasysh se unë kisha ardhë me atë njenjen nuk du, me i fjalë, me lujt në ekip parë. Jo se s'dosha me lujt në ekip parë. Po nuk doje të ishe rezervë. 3 janë stol, me i fjalë. Kjo ishte e vështirë, me i fjalë, për mu. Edhe më futi ai në vend të një lojtares tjetër X. Unë faktikisht isha jam dallu për atë luftën sportive, edhe fillova unë u futa dhe nuk dola ma. Sa gjë e bukur. Atëherë, kur unë nuk dola ma, unë mora krah, me i fjalë, si lojtare. Tash i mu dukte vedja, tash unë do të luftoj, edhe do të za vend në gjashe. Mas një jave të mirë, po unë atë jave në asaj, lujta në gjashe, ishte ekipi studentit, aty dhe ne bashim neshje mitësore për ditë. Dhe kur vishin tifozat, aty shifshin kur unë merça dur trokitje, normalisht që merça dhe zemër. Kjo nuk e mohoj me i fjalë qesh. Shkume në kup, fillova unë në gjashe. Në fund kupës, në 70-ën, u cilësova unë lojtarja më e mirë e kupës, normalisht për trejat. Se atyre kishte lojtare shumë të mira që ishin në stadin më të lartë. Diçka shumë e bukur. Çfarë mbështetje ju dha tek vetja juaj pikërisht ky vlerësim, sepse brenda një vitit ju keni pas këtë rritje të jashtëzakonshme. Fakti është unë si përgatitje fizike e kishe. Unë kisha nevoj ma shumë për përgatitje teknike kur kam ardhë. Sa i kam fitu ato elementet e përgatitjes teknike, normalisht që fillova me marrë emen. Brenda kësaj kohës. Në fakt ju e donit, e dashuronit volejbolin, do më thënë, kishin një pasion për këtë loj, mendonit skemat, mendonit pozicionet, mendonit rolin tuj, jetoni pikrisht me këtë dashuri brenda vetës tuj. Fillova me harru shkollën. Të them të drejten, fillova me harru shkollën me atë pasionin që e kisha. Primar. Tash e kisha menjen me thanë të drejten të volejbolli. Po ishte edhe një diçka se ne shkoshim
qysh në 7 qerek në shkollën pedagogjike, bashkë me Hyrie Shkamin, edhe ishim mësuesët e fiskulturës që doshin edhe ata me i fjalë aktivitet, se si shkollë, tash unë sa bana rritjen sportive, ne fillu me medal kampion, me i fjalë me shkollë. Me ekipin e shkollës. Edhe normalisht që kishim mbështetjen e mësuesave, të drejtorit shkollës, atëherë kështu ishte. Ajo që më bani përshtypje në gjithë këtë rrugtim pothuajse një vjeçar të marrjes së rrugës së sportit, ishte ambicia juaj, por edhe puna pa lodhur. Ju thatë që jeni stërvit edhe vetë. Do më thënë, pa ju pa kush, pa ju diktu kush, por stërvitje fizike në mënyrë që të ishit sa më shumë formë. Kishi një kërkesë tek vetja juaj, apo ja? Pa tjetër që ajo më ka karakterizu gjithmonë. Në thënë drejtën. Mase deri ditën e fundit që mund ta kem lanë sportin. Nuk e kam menu se do e le sportin sot ose po do e le sportin nesër. Nuk je zvarrisur, si thosh. Jo, asnjëherë, çdo herë kam dash me i fjalë me kenë në maksimum. Kjo është. Që me dhënë ka kenë edhe karakteri im i fort, me i fjalë se nuk ka kenë edhe e lehtë, me i fjalë që me arrit deri aty. Kush ka qenë pikërisht për krah jush, sepse ju më herët thatë që unë e mora këtë titull, jam shumë e nderume, e gëzume, por për krah meje kanë qenë edhe mjaft lojtare, mjaft shoqet mia, të cilat natyrisht kanë ecur edhe ato me ritëm të mirë. Jo, unë mund t'i përmendi, kam nerin t'i përmendi gjitha, ka kenë e njëra Hyrie Shkami, ka kenë pasuse Bukuria Libali, ka kenë Shpresa Qela, ka kenë Gjevahire Bylbyli, ka kenë Domenika Hila, ka kenë Sadie Goga. Këto kena kenë lojtaret që ne e kena majt ekipin ton në nivel që ka kenë. Ne kena arrit gjithmonë të vendi 2, vendi 3, jo se nuk ke meritoshim vendin e parë, po ishte periudha atill që Dinamoja u mbështete shumë nga Ministria e Brendshme dhe kishte ndeshje që ne kishim që i shoqërote deri edhe te ministri i Brendshëm. Dhe ka kenë ajo friga atërshme mi fjalë që edhe arbitrat kanë niku. Po trajnerët tuaj për gjatë viteve, kush kanë qenë? Trajneri i ekipit rejave ka kenë Vebi Sulejmani. Kur unë kam kalu në ekip parë, ka kenë i njeri Flamura Golli. Mas Flamura Gollit në ka marrë Grimci, i njeri edhe ai. Me thanë të drejtën e të drejtave, trajneri që ka luftu tamam për servitjen tonë me ambicie, ka kenë Grimci. Dhe nuk ka kenë ai ka kenë tamam që na ka çu aty ku duhet. Kjo ka kenë merite tia personale. Pra ka qenë gjatë gjithë kohës një luftë sportive e përzierë me stërvitje, me entuziazëm, me ambicie. Ju thatë pak më herët që ka qenë një periudhë shumë e bukur e jetës. Natyrisht të ruani emocione nga ndeshje të ndryshme, apo jo? Pa tjetër. Kampionate, kupa. Të gjitha i kam unë parasysh me i fjalë që kena luftu ne edhe lodhjen e madhe që kena pas. Unë kujtoj një ndeshje me Dinamon Shkodër. Lujtem ne 2 ore gjys. Mund të them me sinceritetin e zemrës, kur kam hyrë dhomë, nuk kam kene zoja me zgjidh tamam putës e mia. Kaq lodhje, tensionim. Tensionuse ishte se të lush 2 ore 2 ore gjys me ekipin e Dinamos, edhe voleybolli ka kenë ndryshe, nuk ka kenë si sot. Ka kenë pik marrje edhe jena sjell noshta i set mase gjysoret. Por aty ka kenë me 15 pik, po ka kenë shumë emocionale me hup, kush me hup. Ta humshe, unë për shembull e kam një shumë, qofse unë
në pikët e fundit mund kem hum me i fjalë, normalisht që unë kam kanë nervozu me shumë për vedi, nuk ka pas nevojë me më thanë kush, pse e hume. Kam kuriozitetin të di, sepse lojtari është përveç se i përfshirë në lojë, ka dhe emocionin e një stadiumi, i një pallati, i një publiku. Si ndikon pikrisht gjithë ajo zhurmë, gjithë ajo duar trokitje, një e madhe, një brofje gëzimi, si ndikon pikrisht tek ju, sepse ju i keni mi kokë të tana. Apo jo? Kjo ka kenë shumë e vështirë me thënë drejtën, se ka pas gjithë çfarë tifozash që kanë bërtit gjithsesi, kanë folë. Po, unë di me thënë edhe për emocionin tem personal, për shembull mu vishin edhe print. Dhe unë doja me fjalë për hatër tyne, me fjalë që ta dina te ke kishin si vajzë dhe si sportiste, që e shtoja edhe atë ritmin e forcës më të madhe me i fjalë se sa kjo ka kanë për mendimin tim, në shpirtin tim. Motivi brendshëm. I përshëndetje nga një herë kështu nga. Jo, absolutisht nuk i kam përshëndet me i fjalë, vetëm nana jeme njera thote kur nuk ishte bileta, se vishin edhe shokët e vëllezërve, a keni... ishte familja. Thote, atë biletën time mos ja jep kujt. Edhe, kurse i matë ka ardhë vetëm një herë. Edhe, nuk fitu me me Dinamo, nuk e di që a ishte një gjysmë finale, normalisht që unë shkelqeva me i fjalla dit, dhe kur shkova në shtëpi, hamër babi thamun, më thot, mos me të rrit mendja. Jo, i thamun, pse me më rrit mendja, unë është. Nuk e kam besu, se s'kam pas fotë në televizor, por që i bashkë ti ati popull që e qoshen kam, unë këte nuk do të kishe besu. Ishe për i men, lojtare e mirë, ka që kanë fjallë të tia. Pra, i ki ba krenar në ratë të parë prindit tuj. Shumë, kanë shumë krenar me thanë të drejten, se edhe kjo për shamu nga sporti, unë kam shku në shkollë, nuk ju kam prisha të rezine atyne që unë duhet me shku në shkollë. A kishe të vështirë edhe të përgatisi mësimet edhe stërvitjen edhe ndeshjet, kampionati, kupa? E kisha të vështirë, me thanë drejten, në pedagogjike nuk isha probleme, se pedagogjike prap qëndroja nxanë se e mirë. Të banin favore nga një herë? Edhe bashin favoret, po faktikisht kam kanë ajo që nuk i kam dash favore. E pa tolerueshme me vete. Jo, pse nuk i kam dash tolerimet? Nuk i kam dash tolerimet se i kam menu edhe këtë thoshe, po vritesh në sport, do shkosh në jetë, do dalish mësus. E vërtet. Edhe mos të dish ja, unë kisha shumë të theksume me i fjalë një diçka të tillë. Në shkollë të mesme kam najtë 4 vjetë në tabelë nderit nër studenta në nxansa, se nxansa kena kanë shkollë të mesme. Kur kam shku në fakultet, me i fjalë që kisha këta profesorët e letërsisë, të gjuhës ishin krejt në ryshe. Ma trept. Dhe kurset letërsisë kisha profesor Fadil Krajen, e kisha mësus kujdestar, me i fjali grupit që ishte. Dhe kur thote, da qmoseja thote në pësim, ata biletet me na i pru. Mu mbate për shtypjet, them të drejten. Me i fjali, kjo fjali që me thanë profesori, mos e janë pësim, mirë profesori thosha vetë. Kurse me profesor të njerin e ki lezha, shkoj unë provim. Edhe më thot mu, a je përgadit? I them unë, sa me marri 5 po? Unë të mamë shumë me i fjalë se rajo rutina e dhejtës me i fjalë se aty kishte leksione, kishte gjana që edhe ne edhe më boni. Ngarkes kishte dhe dega letërsis ishte e gjuhës ishte shumë e vështirë me i fjalë që si mas mendimeve të tjerëve. Edhe i thamun, po qa kërkon të i pram, tha profesor në Kilezha. I thamun, po mirë, unë meritoj 5, ma veni 6. Po nuk është problem, thote, artiste, bilem qushin me një emen,
artiste, edhe unë thosha ku jam unë artiste të shlinte një Artiste sepse të bën për vete me lojën tënde, me çdo gjë. Profesor Fadil Kraja më pa cilësu kështu, se unë faktikisht më kanë dashur me shoqe, me shok, me fjalë. Edhe atë ju them thote për këtë shoqen tuaj një vlerësim, ata që i kisha unë shoqet grupit, po. Kjo thote ashtë bish atje në fush, kurse këtun me ju a qinq. Sa gjatë. Edhe letë që ai si mësuesi letërsi suj përdorte shumë shpreje me fjalë, të them të drejtën mu vite zori. Sa gjatë. Me fjalë prej vlerësimeve. Gjithsesi kanë qenë njerëz të nderuar, por në radhë të parë njerëz në kuptimin e vërtet fjalës. Fakti edhe unë i kam pas profesor. Unë profesor Fadil Krajen në pyt në një i ditë me i fjalë në mësim. Edhe unë i përgjigjem shumë mirë. Me thanë të drejten se e disha që më vjen rradha mu pyt, se ishin ato seminaret e kolegiumet e të ashu. Edhe i përgjigjem unë shumë mirë atë ditë. Ata thamë të ti fjalë, po më profesor sa dush, ba me dash ti me mësu, me i fjalë shumë tha, ba me dash ti me mësu, ti mund t'jesh nxënësja më e mirë e fakultetit. Edhe unë i them, profesor nuk kam kohë, profesor, jo se s'du me mësu, se mu duk si kur më vuni para një përgjithësie që ti nuk po mësën. Si ertë koha, në atë kohë që ti nuk e mendoje veten jashtë mësimeve, për të lujtë në sport, në volejbol, erdhi ajo kohë që dashuria jote më e madhe u bë volejbolli. Ashtë e vërtet me i fjalë, por të them të drejten, kena ka një ekip kompakt, kena shku, jo si shoqe, po bapsh kena shku si motra, se në takote me ik me Kajav, në gjysë finale, ose në finalet kupës rishim me Kajav. Aty dhe qoshin kam atrejat, shkoshin në bleshin mjesin pa probleme. Si motra. Të betonë si motra. Në fakt, vitet ecnin, në vitin 1975, ju jeni përzgjedhur në 6-ën më të mirë të Republikës. Po, aty ishte një kup në Shkodër, edhe u ba votimi nga 6 trajnerat e ekipeve, edhe ishte edhe Kry Albitri, ka kenë edhe Farije Hoti. Edhe me thanë të drejten, unë ka marrë 7 vota. Ela ta se kishte marrë 8, unë ka marrë 7. Me i fjalë, nga trajnerët, se kush nuk ma dha vota, nuk po ka rëndësi, veç se, do më thanë edhe kjo ka kenë edhe një stimul edhe maj malë për mu, përveç asaj që dola në 6-ën më të mirë, dola e 2 në listë. Po të mu jep të mu, edhe ajo vot, unë isha baraz me Ela Tasën. Në atë kohë, ndeshjet ndërkombëtare kanë qenë të pakta, por me kinezët ju keni luajtur. Këtë ma ka thënë edhe profesori Shartenca. Me kinezët kemi luajtur. Po, në një ndeshje me kinezët, ju jeni shpallë lojtarja më e mirë. Kanë kanë vlerësimet e trajnerave. Unë kam kanë lojtare komplekse me i fjalë, edhe në mbrojtje, edhe në sulm, edhe në blok, edhe në shërbim, edhe gjithkun, do me thanë, kam pas një nivel. Sa orë keni ba stërvitje në ditë? Kena ba 5 orë servitje në ditë, se ishte periulla që na kalunen, me i fjalë si shtet, gjysë profesioniste. Dhe ne shkonim punë vetëm 2-3 herë në javë, edhe ditë të tjera ishim dispozicion servitjes. Por servitjen mund të bash ndryshe, me i fjalë, sot trajneri jetë të rume me ba, se do t'i përgjigjesh kushteve të ashu, por unë për vedi e kam pas me i ban maksimum me i ban me i fjalë ato elemente që duhet. Pra nej, mas e ka kanë edhe ecja ime me i fjalë si sportistë, nuk i kam ba hile, kjo ka kanë, nuk i kam ba hile unë servitjes. Edhe kur ka kanë mundësia, për shambull në një diçka të tillë,
unë e kam ba me qef. Ju e vazhduat sportin edhe për vite të tjera, madje filluat punë edhe si mësuese? Po, si mësuese kam kenë ngurëzi, kam kenë 7 vjetë, masanej kam marrë... E keni zhvillu rëndën e fiskulturës apo të gjuhëletërsi? Jo, vitin e parë gjuhëletërsi se ishin disa kushte me mbrojt diplomen. Pa. Se do të diplomosha edhe unë si të tjerë, ishte mas i vitit atër, do diplomosha edhe unë si mësuese në fakultetin që ishe. Por unë nuk kam pas në një menja mallësi si person, unë merrja pjesë edhe me kooperativat. Aty në Gurëzi dhe ishte shumë me ashtu se vishin ata sportdash si të shikush është mësusja fiskulturës se unë i jepja rezultate aty në volleyball po, në atletik po, du më thonë unë i basha dhe sportet të tjera si me grumullu pik për fshatin. Keni pas ekipe rezultatet mira në atë periudhë atje në Gurëzi? Po kishim se mershin ata, fitoshin Spartakiadin në mes fshatrave të tjera. Kjo ishte, unë nuk e kurseja një diçka të tillë, unë shkosha me gjithë qef, bilem pyetshin, po pse shkon ti? Po pse shkon kur më trasin, po shkoj. Nuk kisha probleme me i fjalë ndaj kësaj. Sportin e vazhduat? Bilej thoshe disa veç që më thoshin mu. Sa mirë vjen, hajtë me se dhon katunare se ju janë. Edhe kjo u merte gjithmonë me gazë. Po, sportin e vazhduat prapë më gjatë, Po, masanej më prunen në shkollë sportive të volejbollit. Aty unë e kam një vedin ma mirë, dhe më thanë në jetën time si mësuse, se shkolla sportive e volejbollit. Sepse aty ishte tamam profili im. Cila shkollë ishte? Ishte shkolla Vasil Shanto. Ishte shkollë volejbollit. Kishte element? Kishte, ka pas element aty, bile unë pa të shku me klasën në 7. Me thanë drejtë konkurim të shkollave sportive, dhe aty kam pa marrë vendin e dytë në shkolla sportive dhe një lojtare e imja more dhe kup personale. Floresha s'po më kujtohet është mbi emri si që ka pas. Floresha, e përshëndesim. E përshëndesim. Gjithsesi sportiviteti ju ka udhëhequr në jetë. Po jo. Ndjes. Pastaj kam punu të shkolla dëshmor të Prishtinës. Aty fjalë ka kenë ma jetë gjatësi se edhe fillun e i shkrinen edhe klasa sportive. Për mu ka kenë shumë gabim që janë shkri klasa sportive, se aty a gjetë elementi kush ka kenë për sport, sepse ka kenë ajo qysh në klasë 3. Edhe u shkri. Sot si e ndiqni sportin? Të them të drejten, edhe me pa fëmijët në rrugë të i lujtë volejboll kam qef me i pa. Se ndeshjet që munem me i pa... A ju thrasin nga një herë? Jo, nuk në kam thirë, me i fjalë që ka kenë Sadie Goga, ka pas ekipin e tritunave, një periull normal që unë kam shku me te si shoqe, me i fjalë që ashtu, po. Natyrisht familja që krijuat, 2 fëmijët tuaj kanë drejtimet e tyre, por si është ajo interesi për sportin tek ata? Qoftë edhe për jetën tuaj. Fakti ka kenë që unë kam pafu djalin me i fjalë futboll, i kishte t'lanat shumë të mira, ja që nuk u ba sportist. Sepse i mungote ajo që ishte kryesorja, i mungote vullneti. Nuk i mungoshin kushtet, nuk i mungote gjanë, nuk i mungote fiziku. E keqja ishte që s'kishte vullnet dhe shkoj deri në ekip kombëtar të trive, një grumullim, që do që unë e pritësha që ai mund bëhet futbollist me lujt në fushat e blerta përveç Shqipnisë dhe unë se prind, jo nga dëshira se s'ka prindi, po i kishtë të lanët, që do që
Është rëndësishme që fëmijët tanë të bëhen njerëz në radhë të parë edhe specifikat pastaj janë. Kam pa fut edhe tyre. vajzen, me i fjalë me thënë drejtën basketball, e dija që nuk bash e sportiste, se shifja unë fizikun e saj, po ma tepër me axan edhe kohën. Për mu sporti është shumë edukus. Edhe vajza juaj u bën një arkitekte. Gjë shumë e bukur. Preja saj që e dija unë që nuk është, se edhe fiziku i saj ishte i shkurtër në njënën e tjetrën, po ju përveç shkollës, marroi shkollën arkitekte, me i fjalë në Beograd, edhe sot është e punësuar atje, arritjet i ka shumë të mira. Milo, ka gjithë kjo jetë aktive, dashuri e madhe për sportin, por jo thjesht e pambështetur, por kundrazi në punën tuaj, në këmbguljen tuaj, natyrisht të sjell vlerësime. Në vitin 2012 ju keni marrë një mirënjohje. Mirënjohje i jepet titulli Nderi i sportit shkodran zonjës Miloj Kavaso për kontribut të shkëlqyer në sportin e volejbollit. Është një ndër ato nderimet që ju janë bërë, apo ja? Po. Gjë e bukur shumë e ruani si kujtim të vlerësimit. Ky është vlerësim tamam që të bëhet për popullin e Shkodrës. Edhe normalisht edhe unë a ditë e kam thënë që edhe një që është shef klubit aty du t'ishte edhe du t'jetë si architekt për mu, menimi im, nuk e di. Atë ditë që ka marrën këtë titullin, asë një gjatë keqe nuk ishte që të merrshin komplet gjashja volejbollit. Edhe du t'ishte tamam një stimul për një brest art që nuk vjen ma. Ato vajzat e atëhershme të volejbollit e vazhduan rrugën sportive. Kjo ka kënë periuda kur e kam marrën këte, unë kam palan sportin. Kjo periudë, është e vonshme. 84 kam lanë sportin, por kjo është vlerësimi kur fillune më ullan këta vlerësimet. Të thash edhe një herë që shumë bukur do t'ishte edhe do meteshe në kujtes të shkodranve, tifozeve, si kur t'ishte edhe gjashja komplet edhe të merte gjithsecila, sepse gjithsecila prej tyne e ka meritu. E vërtet. Unë këte nuk është që unë ta mi vlerësoj vedin edhe ti në nënvlerësoj. Aty kena kenë, kam pasu në një veti në ushta diçka ma të mirë në një element, por unë për vedi vlerësoj të gjitha shoqet i soj. Tashmë që ju jeni vlerësuar me titullin mjeshtër i madh, natyrisht ky është një ndër titujt më të lartë, Po. Besoj se ju kanë uru shumë, ju kanë përkrah shumë, ju keni sjell ndërmend që kjo gjë nuk ka ardhur rastësisht. Natyrisht jeni ndje veçanërisht bukur, mirë, apo ja. Keni ndonjë vlerësim të veçantë nga njerëzit përreth, qoftë edhe duke takuar dikën në rrugë? Po, ka edhe prej tyne njerëzve që në rrugë, vërtet, pse, shiqyr që mora titull, e ke meritu, e ke ba. Unë them të drejten, kam edhe një zori në kuptimin e asaj, kur njerëzit bërtasin, thrasin. Gjithsesi është shprehje entuziazmit. Prap, është me i fjalë ai nderim që ta bën njerëzit deshe, ose nalet njeni, a bën me të dhënë durën, po mori tham. Edhe methet njeri si kështu. Në Shkodër njerëzit janë të hapur, janë shumë të qeshur, dashamirës. Shumë tifoza ka pas Shkodra. Me thanë të drejten, dhe ku shkoja shifje këto neshjet ekipit parë. I ndiqni përsëri ndeshjet? I ndjeku. Me i fjalë sidomos kur ka kenë Sadia shkusha edhe me Sadien për qef. Me i fjalë i Durrësën, Tiranë, ku kishte ndeshje. Por unë vetvete isha shumë e vrame, shumë pak tifoza. Tifozat
t'japin kam treja me lujt, me thënë të drejten me i fjalë. Jo ekipin e niqin po thush ma shumë familjart. Edhe në i shoqëni e ngushtë të këtyne qeshu. Kurse të ne kanë jashtë zakonshme. Si përballen këto kohë kur mbështetje shumë e madhe është publiku, edhe pikërisht nxit ambicjen edhe entuziazmin për të realizuar diçka më të mirë, për të korrigjuar ndonjë gabim edhe për të ecë më shumë përpara. Prandaj mbështetja duhet të gjitha, jo vetëm e atyre që investojnë, por edhe atyre që të ndjekin. Kjo është e vërtet, por këtë mbështetjen edhe këto gjanat duhet të vinë nga klubi e para edhe nga këta drejtuesat që janë sot. Nuk është e thanun që duhet të shkosh të vlerësosh vetëm futbollin. Sepse janë edhe ekipe tjera. Tash nuk është të thanun se unë duhet të losë futboll edhe duhet të kem mbështetje. Por të gjithë duhet ta kenë nga bashkia, nga kështu. Se pare edhe qoftë se nuk kanë pas të pakten femnes duhet i jepet prioritet. Mendoj unë. Se në Shkodër këtë titull, me sa di unë, vetëm 3 veta e kena marrë. Por e merit. Unë, Gjuli Shestani edhe Artenca Tufi. Nuk e di për të tjerët me thanë të drejten, ndoshta e ka dhe dikush tjetër që unë gjithsesi është një nderim shumë i madh që është bërë, por që bazohet në meritat tuaja, në kontributin tuaj, në vlerat që keni pasur, në ambicie që ju ka bërë të ecni gjithmonë përpara, në ato rezultate që i keni sjell Shkodrës, në ato vlerësime që edhe ju vetë keni marrë dhe jeni ndjesh shumë mirë. Edhe sot krah vlerësimeve të tjera qëndron pikërisht kjo mirënjohje, ky dekret i presidentit, por edhe kjo medalja shumë e bukur, të cilën ju e keni si një stolit veçantë. Shumë bukur. Të them të drejtën, nuk e kam prit. Por ju duhet të prisni shumë gjëra të bukura në jetë. Kjo është gjë e bukur. Tash sa mund të arrim ma vonë nuk e di, po kjo për mua është medalje e madhe, është emën i madh. Mjeshtër i madh është emën i madh. Dhe egzofshi është krenar se ynë krah për krah me shumë sportistë shqiptar që kanë kënd të dalluar. Ju falenderoj shumë edhe për modestin, për këtë rrëfim kaq të bukur dhe të ndjeshëm, të ati pulsi që ju ka ba me ecë gjithmonë përpara, nga një vajzë që nuk e keni mendu sportin si rrugën tuaj, në atë që është ba dashuria juaj e madhe, në arritjen e shumë rezultateve, në realizimin e shumë ambicjeve tuaja. Kjo është bukuria, kjo është lufta që gjithsecili ka me veten, ashtu siç e përmendëm në fillim të programit sot. Zoja Milojka, shumë respekt. Faleminderit. Dhe ju uroj shëndet, jetë të gjatë dhe qofshi e nderuar gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit ju që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër. Faleminderit edhe për ju. Faleminderit.